Janë dy mite që përdoren shumë, të cilat ti i përshkove gjatë bisedës tonë. Njëna thot që foshnjët që qajnë janë të uritura dhe tjetra thot që foshnjët që flenë shumë nuk është shenjë mirë. Tilla me cilën është? Foshnjët që jo gjithmonë, një foshje që qanë është përmenda, po që është e uritur. Ajo matet shumë thjesht me një matje të bebës, me do më thonë sasin e urinimit. Nëse unë i thëmë gjithmonë nanave, s'kini nevoj se i blejnë edhe ato peshore të e masin çdo ditë ngarkohen shumë. Nuk ka nevoj për ngarkes. Asa ma e qetë një nanë, aq ma mirë edhe beba, do më thonë, është një bebe ma e qetë dhe ushqehet ma mirë dhe vazhdon jetën normal. E një bebe që flenë shumë? Një bebe që flenë shumë, atëherë kjo është pak ma problem se sa ajo që qanë, ama që pinë. Do më thonë, nëse një nanë e vrenë që po pinë fëmija dhe po urinon mirë dhe po shton peshë, nuk ka nevoj me u brengos pse qanë ose pse flenë shumë. Nëse normal, ditët e para mund të flaj fëmija edhe ma shumë, 4 orë, 5 orë mund të flaj, nëse pinë mirë pak ma mirë, atër mund të flaj. Mirë po, mbas javës së parë, zakonisht nuk flajnë 5 orë, 6 orë. Nëse flajnë shumë dhe në atë periud, do më thonë, ka ramje në peshë dhe do më thonë që ka ramje, po nuk thith mjaftushëm dhe nuk e lakë pampersin me urin, atër është shenjë, do më thonë, që duhet të lajmërohet me njerë të mjeko.